Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, bëni këto 5 maska në shtëpinë tuaj dhe do befasoheni. E bardha e vezës. E bardha e vezës është një përbërës natyral për një lëkurë të ashpër dhe të lëmuar. Ajo gjithashtu ndihmon edhe për një lëkurë tepër të irrituar. Merrni 2 ose 3 të bardha vezësh dhe vendoseni atë në fytyrë dhe në qafë. Më pas, një tjetër alternativë është që ju të bashkoni një lugë kos me një të bardhë veze. Aplikojeni përzierje në fytyrë dhe në qafë dhe e lini atë për plot 20 deri në 30 minuta para se ta lani. Mjalti, një tjetër produkt i dobishëm për trajtimin e lëkurës së irrituar është edhe mjalti, i cili po ashtu shërben si një hidratues dhe antiplake. Përzgjeni 2 deri në 3 lugë mjalt dhe disa pika lëng limoni dhe vaj ulliri. Aplikojeni atë në të gjithë fytyrën tuaj dhe në qafë dhe lëreni të thahet dhe më pas lajni me ujë të ngrohtë. Bëni këtë për më shumë se një herë çdo ditë në mënyrë që të merrni rezultatet tuaja më të mira. Aloe vera. Aloe vera është më e mira për një fytyrë pa rrudha dhe për një lëkurë më të fortë. Acidi malik në xhelin e aloe verës e rrit elasticitetin e lëkurës tuaj dhe irritimin e saj. Përveç kësaj, ky është një krem natyral për lëkurën tuaj. Ndajeni xhelin nga një fletë aloe vera, shtypeni atë në të gjithë fytyrën dhe në qafën tuaj. Lëreni atë për 15 deri në 20 minuta dhe lajni me ujë të vakët më pas. Bëjeni këtë disa herë çdo javë. Limoni. Vitamina C në limon ndihmon gjenerimin e kolagjenit duke shkaktuar kështu rivendosjen e fleksibilitetit në lëkurën tuaj. Gjithashtu limoni ka veti të cilat ndihmojnë në forcimin e lëkurës tuaj dhe uljen e rrudhave dhe në shenja të ndryshme të plakes së parakohshme. Merrni disa pika lëng limoni dhe më pas lyeni butësisht fytyrën dhe qafën. Mbajini për 5 deri në 10 minuta dhe lani fytyrën tuaj me ujë. Gjithashtu, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes dhe sipas ekspertëve tek disa njerëz, rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por gjithashtu, sipas ekspertëve nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3 dhe gjithashtu përdorimi i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe sigurisht duhani. Sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulet e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Më pas, ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe e vendoseni në lëkurë.
prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajni me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe gjithashtu arrin që të zbehej edhe rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzjeni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe nga ana tjetër ai bashkëpunon shumë mirë me lëkurën tuaj duke bërë atë të shkëlqejë dhe të jetë më e re, sigurisht nëse e bashkoni me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Ju duhet që të përzjeni sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për plot të 10 minuta. Lëngu i limonit përmban gjithashtu vitaminën C dhe nxit formimin e kolagjenit që zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzjeni një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkoni lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta dhe aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta të tjera. Soda e bukës do të heqë qelizat e vdekura dhe do të përmirësojë edhe qarkullimin e gjakut. Gjithashtu, këtu ne do t'ju prezantojmë edhe maskën 100% natyrale që parandalon dhe eliminon njollat në fytyrën tuaj. Ashtu si që kemi thënë edhe në video tona të mëparshme, sytë nëse janë pasqyra e shpirtit, atëherë fytyra juaj është pasqyra e ekspozimit të pakujdesshëm dhe të gjatë ndaj diellit dhe veprimit të saj ndaj agentëve atmosferik dhe ndotësve toksik, të cilët gjithashtu munden të shkaktojnë mjaft probleme në lëkurën tonë duke shfaqur njolla dhe rrudha të parakoshme. Të gjithë këta faktor mund të shkaktojnë shfaqje të parakoshme të rrudhave në fytyrë. Lëkura jon fillon të humbasë elasticitetin me kalimin e kohës. Megjithatë, në ditët e sotme ofrohen një sër maskash natyrale të cilat përveç se janë të lira, sigurojnë rezultate të jashtëzakonshme pas një efekt ansor. Ne këtu do t'ju njohim me një maskë 100% efektive e cila parandalon shfaqjen e rrudhave, eliminon njollat dhe e ushqen dhe e rigjeneron atë. Përbërësit janë 1 moll jeshile, 100 gram rrush, 100 gram aloe vera. Lani mollën dhe priteni në copa të vogla me gjithë lëkurë. Kalojeni në blender derisa ajo të bëhet pure. Më pas ndajeni me një anë. Lani rrushin dhe shtrydheni në blender së bashku me xhelin e aloe verës. Bashkoni të 2 masat e krijuara në një vazë qelçi dhe ruajeni në frigorifer. Aplikojeni maskën në të gjithë fytyrën, qafë dhe në gjoks për rreth 20 deri në 30 minuta. Më pas, shpëlajeni fytyrën me ujë të vakët dhe fshiheni atë me një peshqir të butë. Përsëriteni këtë trajtim të paktën 3 herë në javë. Kujdes, edhe pse këta përbërës zakonisht nuk shkaktojnë reakcion, është mirë që të bëni një test të vogël në një pjesë të fytyrës tuaj për të parë se si lëkura juaj do të reagojë në këtë maska. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.